Kam sjell mënyrën se si bëj pjekjen e mishit të viçit në furrë i cili ngelet i butë, pra ngelet si llokom me një shije unike. Besoj se kam ju pëlqyer receta kur ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitjen. Unë këtu kam mish viçi, kofshës viçit, i cili është i prerë në feta të holla. Mish me kualitet cilësor mund të gjeni tek mishtoria Shaqe në rrethinën e Kumanovës. Mishin e kam prerë kështu në feta të holla dhe do bëj marinimin. I hedhi me lmeza, kështu nga njëra anë shtoj unë veget. Veget mund të shtoni sipas dëshirës, mirëpo kështu me majë të gishta nëse hedhni është mjaftueshëm. Në fillim nga njëra anë. Tash do i hedhi biber të zi. Mund të shtoni çfarëdo lloj melmezash. Hudhër të bluar. Zakonisht hudhra e bluar nëpër mishra jep një shije shumë të mirë. Dhe sekreti që bën të butë këtë mish pas pjekjes të rrijë ashtu i butë si llokum është kjo salca Maggi. E gjeni në çdo market ushqimor, besoj se edhe nëpër Evropë ka nga ky lloj. Ja shtojmë kështu. Ja jep një shije shumë të mirë dhe e mban të butë mishin pas pjekjes. Hedhim tek secila pjesë. Pasi ja kam hedhur melmezat dhe salcën Maggi mishit, atëherë marr dhe vendosi në tepsinë ku do bëj pjekjen. Mirëpo e vendosi nga ana e kundërt, nga ana tjetër, nga nuk kam bërë marinimin. Kështu nëpër tepsinë e vendosi. Nuk ka problem qofse i vendosim pjesët e mishit njërën mbi tjetrën, kështu më mirë do jetë, më i lëngshëm do rri mishi. Unë jam duke përgatitur me përmasa më të mëdha, për atë arsye duhet që t'i vendosi kështu. Qofse ju vendosni me përmasa më të vogla, mund që t'i përhapni mirë nëpër tepsi, nuk do ketë problem. Kam vendosur gjithë filetat e mishit në tepsi nga ana e ndratë. Tash bëj marinimin dhe nga kjo anë. Hedhi kështu veget me majë të gishtave në çdo pjesë. Vërtet ja vlen me provu. Recetën e njëjtë mund ta zëvendësoni edhe me mish lope, mirëpo do ju merr një kohë pak më gjatë për pjekje. Biberin e zi ja shtoj. Hudhrën e bluar. Shtojmë salcën Maggi, kështu në çdo pjesë. Jep një shije vërtet të mirë kjo salcë. Dhe nga kjo anë i li me senf apo me musar, ndryshe siç njihet. Marrim një brushk kështu për gatim dhe secilën pjesë të mishit e li me senf apo me musar. Mundohem që të bëj lyrje mirë të secilës pjesë. Vetëm nga njëra anë duhet lyhem me senf. Kështu veproj me gjithë pjesët e mishit. Pasi kam bërë lyrjen e gjithë filetave të mishit me senf apo me musar, tepsien e mbuloj me foli alumini. Mundohem që ta mbuloj mirë nga gjithë anët. Dhe e la tepsien kështu në frigorifer të qëndroj për gjithë natën apo në balkon. Mund ta lini sepse është kohë e ftoftë, nuk do ketë problem.
Sa më gjatë që e leni, aq më mirë do bëhet marinimi, më i sheshëm do del mishi. Pasi mishi ka qëndru për 24 orë në frigorifer, ja largojna folin aluminit. Është marinuar shumë mirë. Tash ja shtojna dikon rreth 180 gram me gjalp, ose shkrini gjalpin ose e leni të ngritë, varet se si doni. Më mirë është që ta përgatisim me të lynë lope, prandaj unë jam duke përgatitur ashtu. Ju mund ta përgatisni me margarinë, me puter apo me vaj, varet se me çfarë shije dëshironi, po me të lynë më e mirë do jetë. Dhe kështu e përhapim pak gjalpin në gjithë mishin. Duhem ta përhapi mirë gjithë sipërfaqen. Duket se shumë, pasi është i shkrirë, po t'jetë i ngrirë nuk do duket kështu. Tash e morim një letër për pjekje dhe e kam lagur me ujë dhe ja vendosi sepër. Kështu. Tepsin. Dhe si për letrës për pjekje, përsëri e vendosi folin aluminit dhe mundohem që këto qoshët e folis të nxes mirë për tepsinje, që mos të kaloje avulli jashtë, por me avull të bëhet pjekja. Mirë nga gjitha anët. Dhe tepsinjen e fusim furrë nxehtë 250 gradë dhe do e pjekim dikun për 50 minuta, pasi është mish viçi. Po të jetë mish lope, do e pjekni dhe më gjatë, do e kontrolloni 70-80 minuta, nëse ka nevojë. Në qoftë se është mish lope, do ja shtoni dikun një gjysmë gote çajit me ujë dhe do e vendosni në furrë. Mishin e kam largu nga zjarri, ka një aromë shumë të mirë. Tash ja largoj folin aluminit, është i nxehtë shumë, po ja largoj që të bëhet tofja më shpejt. Ka një aromë shumë të mirë, si pjekur në skarë, ka aromën. Ja largojmë dhe letrën për pjekje. Vërtet ka dalë shumë i mirë. Tash e lojna që të ftohet pak dhe më pas do jetë gati për konsumim. Mishi është ftohur pak, kështu të largojmë pak dhe ta shihni se si ka dalë, është gati për servim. Vërtet ka dalë shumë i mirë. Mishin mund ta shoqëroni me çfarë do lloj gjellrash, ideale për tyrezën festive. Ka dalë i butë. Dhe ndojmë pak që demonstroj nga afër se si ka dalë. Ja dhe si duket mishi nga mbretësia, vërtet ka dalë shumë i butë. Gjithë ju motra që përgatisni në këtë mënyrë mish të pjekur në furrë, ju bëft mirë. Ju falinderit që ndoni kohë vazhdimisht për recetat e mia. Njashtu dua t'ju demonstroj edhe një herë sosin apo salcën, i cili është sekreti për këtë mish. Vërtet ja vlen me provu. Mirëmbëjtje nga sofra shqiptare, deri në recetën e radhës.